Mirëmëngjes, jemi live në mëngjes. Do ndalemi tek një nga zhvillimet më të rëndësishme të orëve të fundit që ka të bëjë me një aksion të policisë për të ndaluar të rinj të cilët punonin në zyrat e call centerave pas një sinjalizimi që policia ka padur. Por marrim pak më shumë informacione nga Sido Barka, pavarësisht se ne jemi munduar t'i përmbledhim edhe nga informacionet që kemi përcjell gjatë hapësirës informative. Sido, fjala për ty. Po ju përshëndes sërish, të paktën një operacion është zhvilluar gjatë orëve të vona të mbrëmjes së hënës nga krimi kibernetik pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Tiranës, të përgjithshme ndjes, por dhe në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës, sa i takon goditjen të disa call centrave të cilet pra dyshohet se mashtronin qytetarë të ndryshëm evropian me qëllim përfitimin e shumave marramëndësve të parave përmes mashtrimit, duke i bindur ata për të investuar në bursa fiktive. Megjithatë, të paktën gjatë orëve të mbrëmjes së hënës, Prokuroria e Tiranës besohet se ka lëshuar 9 urdhë arresti për disa persona, kryesisht administrator por dhe menaxhues të 3 call centrave të paktën të pikasura nga Policia e Tiranës dhe e përgjithshme për krimi kibernetik. Megjithatë, të paktën 2 prej call centrave ndodhen në zonën e liçenit të thatë, ndërsa një tjetër ndodhet pas meje, pikërisht ndodhemi në qendër të Tiranës, vetëm pak metra larg Bankës së Shqipërisë, një nga ndërtesat e reja të kryeqytetit, ku pikërisht në pamje si shihni nga operatori Jonel Lasku, janë të paktën 2 kate të cilët shfrytëzoheshin për call centra. Rreth 60 punëtorë të ndryshëm janë gjetur brenda mbrëmjes së djeshme pikërisht nga krimi kibernetik teksa po punonin, ku janë sekuestruar më shumë se 1 milion euro. Megjithatë, kanë rënë në pranga të paktën disa persona, 3 prej tyre emrat janë bërë publike të paktën përmes zburimeve: Eduard Dalla, Mateo Hoxha dhe Tedi Agastra. Ky i fundit pikërisht Agastra ka qenë më përpara në hetim nga Prokuroria e Posaçme në lidhje me një dosje dhe një operacion kundër kriptovalutave. Të paktën këta persona pritet që të japin dëshminë e tyre sa i takon hetimeve, ku priten të zbardhen detaje të reja. Dyshohet se janë me mira qytetarë të ndryshëm, kryesisht shtetas gjerman dhe austriak, të cilët kanë rënë pre mashtrimeve të këtyre call centrave, të cilët për një kohë të gjatë funksiononin në Shqipëri. Sipas hetuesve, pikërisht zonat më luksoze të Tiranës, ose le të themi ndërtesat e reja, kullat pra më të famshme të Tiranës, merrshin me qira disa ambiente pranë këtyre ndërtesave për call centra të ndryshëm, të cilët shfrytëzonin, le të themi, përmes mashtrimit arritin të zhvasin miliona euro të qytetarit të ndryshëm. Zgjidheshin zonat më pikante ose më të lakshmueshme të Tiranës për shkak për të mbuluar dhe gjurmët e tyre për të mos rënë në sy tek autoritetet, konkretisht e krimi kibernetik. Megjithatë, edhe ditën e djeshme operacioni ka dyshime se është dekonspiruar për shkak se pikërisht në ndërtesën që ndodhet pas meje janë të paktën 2 kate të cilët shfrytëzoheshin për call center, por të paktën një ambient i madh është gjetur i mbyllur, çka dyshohet se është dekonspiruar operacioni. Megjithatë, gjatë operacionit të mbrëmjes janë gjetur të paktën 60 punëtorë të cilët po punonin gjatë orëve të mbrëmjes, janë sekuestruar, siç e thash, 1 milion euro lek kesh në zyra të ndryshme të call centrave, por dhe materialet e tjera si kompjutere apo database të ndryshme të dhënat e klienteve dhe personave të cilët janë mashtruar. Kanë qenë hetimet e autoriteteve gjermane dhe ato austriake të nisura përpara 2 vitesh, të cilët kanë sinjalizuar dhe autoritetet shqiptare, ku nisen më njëherë finalizimin e këtij operacioni. E qartë, ndërkohë personat cilët le të themi kanë qenë në krye të këtyre call centrave janë arrestuar apo për ta ritheksuar edhe një herë Sido? Të paktën nga 9 masat e lëshuara nga prokuroria ende nuk bëhet e ditur nga autoritetet se sa janë ekzekutuar. 3 emra janë arritur të zbardhen përmes zburimeve: Eduard Dalla, Mateo Hoxha dhe Tedi Agastra, të cilët në fakt po verifikohen sa i takon aktivitetit të tyre, rolit të tyre, nëse kanë qenë administrator apo menaxher të këtyre call centrave. Pritën të jepen detaje në njoftim zyrtar nga policia e shtetit sa i takon operacionit për të kuptuar se kush janë kokat të cilët fshihen pas këtyre call centrave. Në shumicën e rasteve, Sido, janë paralajmërime apo njoftime që vijnë nga shtetas të huaj të cilët bien pre mashtrimeve dhe sigurisht pastaj janë autoritetet përkatëse të këtyre shteteve të cilët kontaktojnë me Shqipërinë dhe më pas bien në gjurmë të këtyre call centrave. A ka, le të themi, iniciativa të prokurorisë policisë shqiptare për të zbuluar këto struktura brenda territorit të Shqipërisë, pra iniciativa shtetërore tonë? Po, Flori, ka patur në fakt dhe hetime nga policia e shtetit, por dhe nga prokuroria e posaçme, po dhe nga prokuroritë e rrethave për goditjen e disa call centrave të cilët pra kanë arritur që të mashtrojnë qytetarë kryesisht të huaj për investime në bursa fiktive. Megjithatë, gjatë këtyre viteve të fundit janë disa operacione të zhvilluara nga SPAK për goditjen e këtyre fenomeneve, por të iniciuara kryesisht nga autoritetet spanjolle, gjermane apo dhe autoritetet belge, por dhe austriake, siç rezultoi dhe operacioni që zhvilluar mbrëmjen e së hënës. Pra, kryesisht kanë qenë, le të themi,
indicje ose le të themi dosje të nisura nga autoritetet e huaja për shkak sepse pikërisht qytetarit i kanë bërë kallëzimet pranë autoriteteve dhe vendeve të tyre të origjinës, pasi kanë kuptuar se janë mashtruar duke humbur sasi të mëdha parash dhe më pas bashkëpunimi mes autoriteteve përkatëse ka bërë të mundur goditjen e këtyre call centrave. E qartë, mirë, e si do të falenderojmë për gjitha detajet që përsollen në mënyrë saktë në studio.